kam mësuar petet të bëj byrek. Kam treguar më duket. Në kohën që isha shtatzane, për lindje kishte ardhur nëna ime. Ishim jashtë. Edhe byrekun gjë që se kisha mësuar faktikisht. Ishte në 21 kjo, i kisha mësuar gjërat. Edhe e bëm nëna gatimin, byrekun. Edhe bashkëshorti, të lumë shënduar, sa mirë. Jo, tha, se kam bërë, tha, ka bërë Albana këta. Nga sedrat e një që do hikte të nesër me nëna ime, të nesër, në mbas një jave, ma më vurin sedër dhe barkun e kisha dhe në muajin e 9, e kam mësuar të bëj petën në muajin e 9. Vetëm e vetëm që buri më stoshte, nëna jote gënjeka, dhe me pas ka bërë ajo. Kështu fillova të mësoj byrekun. Nga sedra e madhe. Sedra. Bravo. Sa vjeç ishe? Atër isha 21. 21. Ta ke lindur në moshën 21, gocën. Jo, me gënjeva. Një rrugë e dy punë. Gënjeva, edhe linde, mësove dhe byrekun, hape petën. Gjitha, ja gushtu.